bjen me flejt dhe të vjen një z në vesh të thirr emrin, a bën të përgjigjesh edhe pse është vështirë të mos përgjigjesh edhe nga kush vjen ai z? Nuk e kam shumë qartë pyetjen, ka mundësi me qenë kjo në ëndër, ka mundësi me qenë edhe vërtet reale, sidoqoftë mund të jetë ndonjë cytje nga shejtani apo vezvese e kështu me radhë. Njeriu nëse ballafaqohet në ndonjë situatë të tillë edhe ndin veten në siklet apo ndin ndonjë frikë apo diçka të tillë, atëherë drejta është që ti mbështetet Zotit të Madhërisëm, të lexojnë nga lutjet e ndryshme, nga pjesë nga Kurani famlar, sikurse që është leximi i Elhamdulillahit, leximi i Ajetul Kursis, që tek ne njihet sikur tespidovja, leximi i surës Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, leximi i surave Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, e kështu me radhë lutje të ndryshme. Inshallah këto lutje nuk ka dyshim që largojnë çdo cytje dhe vezvese të që mundet me pas njeriu në zemrën e tij. Vazhdojmë tani me pyetjen e urrimit, i cili na përshëndet